Jashtëzakonshëm dhe unë kam bërë shumë për NATO-n se sa kushdo tjetër. Dhe do ta shohim se si do të shkojë kjo. Por Grënlanda është shumë e rëndësishme për ne. Për kundërshtimet nga europianët sa i përket marrjes së ishullit arktik, Trump ka paralajmëruar vendosje tarifash. Deri në fund të këtij viti, grupi negociator shqiptar kanë si objektiv të përmbledhë gjysmën e 33 kapitujve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Negociatorja Alinda Thuka deklaron se kushtet e integrimit duhet të plotësohen brenda vitit 2027. 112 Qendra e emergjencës. Në fund të këtij viti, Shqipëria synon të përmbyllë negociatat me Bashkimin Evropian për gjysmën e grup kapitujve të hapur. Kryenegociatorja Alinda Thuka dhe dy ministrat e shtetit Toni Gogu dhe Ardea Pyteni kanë detyruar procesin dhe njoftuar për një paketë me 12 projekte që qeveria duhet të dërgojë kuvetit. Ne jemi sot këtu me ju për të prezantuar një paketë shumë të rëndësishme prej 12 nismash ligjore, të cilat i kanë në shqyrtim Kuvendi i Shqipërisë, që lidhen me forcimin e shtetit të së drejtës, sundimin e ligjit, luftën kundër krimit dhe krimit të organizuar, sa i përket vitit 2021. Ne kemi në objektiv Për disa fusha specifike, qeveria ka kërkuar më shumë kohë. Kryenegociatorja shpjegoi arsyeën gjatë konferencës në fushën e produkteve mishi, peshku, veza, shumshti për të cilat Bashkimi Evropian ka standarde të përcaktuara dhe të larta. Ne po punojmë së bashku me Ministrinë e Justicisë për të tërtuar një plan gradual të afrimit të standardeve të sigurisë ushqimore. Pjesë e kësaj pakete do të jenë dhe ligji për lobimin, ku parashikohen sanksione për zyrtarët apo ligjvënësit që nuk bëjnë transparencë. Për herë të parë në Shqipëri rregullohet veprimtaria e lobimit, një veprimtari e lishme, e kontrollueshme dhe transparente. Qëllimi kryesor i këtij projekti është pikërisht që të garantohet një transparencë plot mbi kontaktet midis lobistëve, profesionistë në radhë dhe institucioneve publike për zyrtarëve publik nga ana tjetër. Ministri për marrëdhëniet në parlamentin Toni Gogu tha se roli i kuvendit është kyç për këtë proces, prandaj kërkoi reflektim nga opozita për të bashkëpunuar për reformat. Nëse opozita në paralizën e vet do të na vërë në këtë sprovë, kam përshtypjen që integrimi evropian, jo kam përshtypjen për jam i bindur, integrimi evropian është i pantashëm. Please consult your Për shkak të numrit të madh të projekteve që